Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetemi si çdo ditë, duke ju uruar shëndet dhe mbarësi, kudo që të na ndiqni. Natyrisht studio jon pret miq, njerëz që me aktivitetin e tyre i kanë dhënë emër jo vetëm jetës së tyre, por kanë shpërndar shumë çka në jetën e qytetit, të njerëzve që i kanë ndjekur, të njerëzve përreth. I tillë është edhe i ftuari im sot, i cili është një instrumentist i njohur, aranxhues, por dhe kompozitor. Me mua sot në studio është Andi Unaza. Mirëmëngjes Andi, mirë se ke ardhur në studio. Pak herët të kemi zgjuar sot, po gjithsesi mëngjesi ka hapat ritmin, ndoshta mesazhe që pret të përcillen mes njerëzish që na ndjekin. Kam kënaqësi që jeni sot ju. Faleminderit. Në fakt aktiviteti juaj është i bollshëm, i larmishëm gjithmonë në fushën e muzikës. Unë fillimisht ju prezantova si instrumentist, por portreti juaj si muzikant plotësohet me kompozimet, me aranxhimet, me një aktivitet shumë të madh dhe aktiv në pothuajse në të gjitha institucionet kulturore. I fundit ishte Lulebora. Vetëm pak ditë, 2-3 net ka që ai ka mbyllur aktivitetin këtë kompeticion të përvitshëm me këngë të reja. Ju kishit një këngë atje, apo jo? Po, Vajza Lule vjen në këtë edicion me bashkëpunim të Alfred Çapalikut, teksti i dedikohet si teksti, si muzika i dedikohet Martins, këngëtares. Jeni frymzuar pikërisht, keni patur një ide. Dëshira saj për me marrë pjesë të Lulebora, ju dedikumi fjallë. Duke e njoft të dy njëkohësisht, si Fredi, si unë, natyrën e saj, performancën, talentin. Martina Një Serreqi. këngëtare e re, me fjallë, me shumë perspektivë. Teksti është dedikumi fjallë Martinës, Vajza Lule, se e re. Një vajzë e re që, po. Kurse muzika unë mora është një shtys, pata një bashkëpunim në studio me te para pak kove, edhe bani disa covera. Një nërta ishte Adagio të Lara Fabian. E famshme. Ishte këngë shumë. E realizoj? Po, nuk e besova që e ban, po e realizoj në mënyrën më perfekte. Atëherë unë mora modelin me evidentu mi fjallë zanore, është një këngë shumë e vështirë. Unë ardha me një balad me fjallë, se mirë. Asaj pëlqej shumë, e shijoj shumë, kaq, nuk di. Sa bukur të evidentosh talentet e reja, por edhe të frymëzohesh prej tyre është një mrekulli, sepse të tillë shtysa shpesh kompozitorët kanë pasur. Dhe në të vërtetë nga 5 edicione që ka Lulebora, ju në 4 prej tyre keni marrë pjesë si kompozitor. Po. 4 vite. Unë jam pak model i qetë, me fjallë. Jam pak model i qetë në krim. Këtë edicion e kam shkel pakat, etiken. Po. Mirë, unë kryesisht rrohet pak të muzika letë, me fjallë, në krime. Jo se nuk e du populloren, po atë të mrin shpirti dikon viteve 70-80, këto janë shijet e mia. Një periudhë e artë e muzikës sonë, por edhe muzikës aty kam atë bulzen. botërore. Aty e kam bulzen. Po, mirë, me fjallë janë 4 edicione që kam marrë pjesë me këngëtarë të ndryshëm. Nuk e di. Por në fakt Lulebora nuk është vetëm aktiviteti i vetëm që ju merrni pjesë si kompozitor, keni edhe krijime të tjera në aktivitete të tjera artistike. Krijimet të tjera bëhet një këngë rinore, organizon dikun shoqata më duket Mërk Kaftalli. Po. 5 edicione. Normal që 5 edicione me fjallë. Plus orkestrimet. E një pjesë goxha të Pers. Akulloria Fest, ky lokali
koncerti lokal Akulloria Fest. Po, gjithë mi fjalë gjithë edicionet kam marrë pjesë si kompozitor. Materialin më të nëshme fëminore, nuk e di. Bile rasti I fundit ishte I çuditshëm pak. Më thëtë, Antoni thëtë, ma banë thëtë një atmosferë thëtë Krishtlindjesh me që është fund vitit, se u shty për efekt, nuk e di. Ma banë një këngë të vogël thëtë për efekt të Krishtlindjesh, ma banë një atmosferë. Okej. I thamë, ma gjej një fëmijë të vogël, I thamë, ma pjerë, se është këngë shumë e vogël. Me pruni një, tonë nuk kam kohë mu morë me te, më vjen keq ma bire I tjetër. Ma pruni edhe I tjetër, tonë më vjen keq e thamë, kur në gjej një zonë në shpi, se unë e kam studion përkatësisht afër shpis. Në gjej një zonë në shpi, po në gjej të e këmë, thamë, pës shë vojzën të amë. Ma mori me zërë. Ma mori kongën me zërë. Fitoj bile çmim dytë, ta Akulloria Fest. Orime, që e bukur shumë. Me sa po shoh Andi, frymëzimet tuaja janë tepër konkrete. Lidhen me me interpretuesin, lidhen me atmosferën, pra nuk ka gjë të përgjithshme. Lidhen me thelbin. Momenti, vjen bulza momentit edhe del ajo që del, kaq. E mrekullueshme. Por në fakt, krahas krijimtarisë ju keni edhe interpretimin në tastier, gjë që I bën mbrëmjet live, kush ju ndjek, të mrekullueshme. Kjo do të thotë që ju jo vetëm që e zotronim teknikisht tastierën, që është një hap I parë, por ajo që është më thelpsore është që ju e ktheni atë në një orkestër, duke njohur bazat e harmonisë, duke ndërtuar linja, kanto, kontrakanto, duke hyrë në bashkëveprim me këngëtarin, gjë që I bën vërtet shumë të këndshme, super të këndshme, të pëlqyeshme, të duar trokitura mbrëmjet live. Ju kanë ndjekur, ju nuk e dini. Faleminderit. Për fatin tem, shumë herët, mos me thonë në të partë, me fjallë, blej një tastierë. Në atë kohë, ishte profesionale, po sot me fjallë. Okay. Për fatin tem, me fjallë, fillova me u rikthy prej fizharmoniket në tastierë, po shumë herët. Ajo më bani me mësu gjuhën teknike. Gjuhën teknike, përdorimin dhe zbërthimin e programeve të saj. Atëherë kam vazhdu, vit mas vitit kam ndrru, të e përmirësu, teknologjia bën punën e vetë, të e përmirësu. Sepse tastiera nuk është e vetme, ka dy tastiera, ka... Normal. Ka rolin e vetë, mi fjallë. Njëna përdoret për bazën. Harmonikisht, bateri, një formë tjetra është melodia. Tjetra është melodia. Po varet si përdoret. Kjo është komoditeti. Në fakt, mua më duket personalisht një magji. Unë vërtet kam studiuar në piano një periudhë kohe, por ju shoh mrekullisht në interpretim, nuk guxohem të afrohem asaj që ju bëni. Jo. Kjo është eksperienca viteve. Thosh edhe të njoft mirë programet gjuhën teknike të tastierës, është personalizu një lloj projektit në tastier. Nuk e di, mandej vitet bëjnë punën e vetë. Natyrisht. Por të interpretosh një repertor kaq të gjerë, një koncert me këngë pafund, do të thotë që jo të lodheni, po të kënaqeni duke I interpretuar këtë këngë, por ajo që më bën përshtypje është interpretimi I një pjese me së bashku duke krijuar një orkestër dhe duke vënë atë me baza harmonike të mrekullueshme, duke I dhënë prioritet instrumentave të ndryshme, timbreve të ndryshme. Kjo është mjeshtri e tastier, e muzikantit, por edhe e teknologjisë.
mjeshtri, se normal, teknologjia bën punën e vet, por si i thojmë na, Shkodran duhet edhe me ditë mira. Po Absolutisht. Ajo është instrumenti nuk luan vetë. Unë du më nol pak sa të kja pikë. Mu më vjen keq që shkoj muzika me fjallë në këtë format. Thonë drejten. Live ishte live, orkestër, një formacion, mini formacion, ishte komoditet. Por kishte me fjallë gjanë më kryesore që shkëmbim eksperiencash. Shkëmbimi eksperiencave me fjallë të kryon ego profesionale, nuk e di konkuron brenda vetes. Kurse në këtë format kam frikë se kena fillu mu me dalë në format individual. Kështu e konceptojon këtë material, kështu e trajtoj. Ashtu si jeta po bëhet gjithnjë më individuale, më personale, më ndarë. Por gjithsesi megjithatë komerciali ka bërë punën e vet. Kjo ndjesi juaja është shumë profesionale, do thosha, se gjithmonë tingulli, bio, instrumentet kanë tjetër efekt. Çdo detaj që mund dalin prej si tingulli, si ritmi, forma, mënyra se si organizon një, janë thjesht individuale. Këto janë shije paka shumë individuale. Merret materiali që njihet normal. Janë shije individuale, nuk... Gjithsesi është një bashkëpunim edhe me këngëtarin. Një pjesë kryesore, sidomos në këtë format. Se në qoftë se këngëtari me një formacion të rregullt ishte krejt i lirshëm në repertor, këto është pak i kufizuar. Në fjalë, unë duhet me ditë shumë përpara për me mujt me administru programin, duhet me ditë shumë përpara qa vjen mas. Dhe ato që ju ndjekin, kujtojnë se çdo gjë është e rastësishme, vjen aq natyrshëm sa që vetë ato që ju ndjekin bëhen personazhe të këngës, marrin pjesë, shpeshherë edhe ju kërkojnë këngë, muzikë që ata pëlqejnë, apo jo? Normal. Zakonisht perfektja, loja perfekte është me ato individ që i njeh mirë. Unë ka 5 vite që punoj me Nimetin. Nimet Lekën. Ka 5 vite. E përshëndesim Nimetin. Ka marrë edhe ai pjesë tek Lulebora. Po, një duhet bëja këtë bukur. Unë ja di me fjalë çdo detaj. Por, për fat, vitet, thash edhe herë bëjnë punën e tyne, kam një nuhatje të jashtëzakonshme. Një nuhatje me fjalë administrative për aq kohë sa mund të jenë live. Administroj në mënyrë perfekte. Njoh njerëz për fat. Thash, janë bërë rreth 35 vite punë. Njoh njerëz edhe e di mi prek aty ku duhet. Tashmë është krijuar një përvojë shumë e mirë, një shkollë e përditshme që pasurohet. Gjë që e bën muzikën tuaj, komunikimin tuaj që të shpërndaj cilësi muzikore. Çfarë kërkesash ka më shumë publiku? Si ndikon në shijet muzikore vetë muzika që ju bëni? Nuk e di, unë kam pak rezerva për shijet, okej, nuk e di, komerciali ka mulli fije raj. Nuk është se nuk e pëlqen edhe këngën qytetare, nuk është se nuk e pëlqen edhe muzikën e lehtë, por zakonisht mi fjalë aty ku bëhet nami, bëhet në komercial. Nuk e di. Do shta se ka ritëm, pak sa... Ritëm eksitus, pak atëherë pia për para i zgjidh problemet. I zgjidh problemet. Po gjithsesi roli i muzikantit, i profesionistit është të ofroj shije të mira edhe me muzikën e huaj. Zbahet fjalë. Këtë kam pasur pikë referuese. Servire.
Servirim një material përkatësisht me fjalë. Si të kos, po gjej të spikatën atë me fjalë çat shkojnë. Edhe muzika e viteve e mrekullueshme kur shohim. Unë kam nostalgji. Unë kam nostalgji se si duket ai brez jam unë, jam rrit me atë lloj frymet. Vedi edhe krimet bile si që thash para, edhe krimet i kam një fjalë pothuajse të atyre viteve. Jo se nuk e konceptoj me fjalë këtë frymën e re. Si të Lule Bora. Ishte i këngë, po kthehem te krimi. Po. Ishte i këngë një balad, shumë e vështirë, e kos. Atëherë, jo se nuk e konceptoj këtë kos, me fjalë, por me pëlqen të viteve 70. Është një periudhë artë, unë e përsëris vazhdimisht, është edhe në programet tona të radios, të Radio Shkodrës, përpiqemi të shijojmë pikërisht këtë muzikë dhe ta servirim në vite. Ndërkohë që brezi i ri nuk është se i njeh shumë, por le të shërbejmë që kjo muzikë të jetë gjithmonë frymëzuese për njerëzit. Sigurisht. Të ushqejnë ata. Sigurisht. Andi, brezëria e dominon i fije, por thash, unë kam pas shumë aktivitete, më thonë, live. Të pakten këto vitet e fundit, më fjalë, ka fillu me mu evidentu muzika qytetare, shkodrane. Popullore, okej, unë jam super... është tradit. Po të pakten evidentohet, të pakten e kërkojnë, edhe ashtu e shijojnë atë formën e vetë. Në fakt, kur gërmoj vetëm pak sa tek personaliteti juaj, tek formimi i hershëm, gjej një rrugë të nisur që fëmijë, një rrugë që nisë si nxënës në shkollën Prengi Jakova, në shkollën e muzikës, kështu është quajtur atëherë, edhe Andi Unaza është një nxënës i vogël i atëhershëm, kuptohet, në instrumentin e pianos. Pianoja ju ka dhënë shumë, apo jo? Po, do ta filloj pak me parashkollor. Një detaj krejt i vogël. Unë kam qenë një tip i ndrojton, më thonë, por gjithmonë në formatin artistik. Se kështu në jetën e përditshme, o zot. Atëherë, u siguroheshe me fjalë 100% që në ambientet ku ishe, me fjalë nuk ekzistote asnjëri. Atëherë filloshe të noshe, po fort. Në shtëpi mnoll, kjo punë me fjalë për kohë shumë gjatë. Nuk e di koncepti në atë kohë, nuk e di si çfarë këngët momentale, nuk e di festivalit fëmijëve në atë kohë, nuk e di. Por i matë, me fjalë, më ka njoftë shumë mirë personalitetin. Kur vjen rreth 4 minuta mas deret, edhe thotë, edhe nuk e hap derën se e ka ditë i matë që do të nërprejet. E se kur futet e nërpresën. Edhe më thotë, sa bukur ishte, ata kënojnë bashkë, sa dhe babën e kam pas artist. Ashtu? Po, këngëtar, është aktivizu dikur me këta kopnuz, di se Sovjet në për evente familjare. Po, gjithsesi, shpirti artistik ka qenë në familjen tuaj. Shumë e bukur kja kënga, ata kënojnë bashkë, jo si ishe të kënu, ishe të bërtit këtë për qef, të ma di temperamentin me fjallë, nuk nga të smëllë, më thët, a ke dëshirë thët me të regjistru në shkollë të muzikës? Unë një po e fort. Trokiti tamam në vendin e duhur të dëshira juaj. Konkurova si duket mra shortit për piano, nuk e di, për kohën nuk e di, ose për zgjallën nuk e di. Atëherë, për fat temin, me qëllën një zysh, se këshu i kena thonë atë kohë zysh, fantastike, Ilda Nenshati. Zysh Ilda Nenshati, e mrekullueshme, përshëndesim nëse dikun e ndjek. Jo, më duket se është dikun Amerikë. Kam pas një kontakt me fjalë para 5 viteve. Ka shumë vite që jam shkuar. Linja tona shkojnë deri atje, kështu që le të shpresojmë. Atëherë ishte një ndër personat e vetëm
një nër personat e vetëm që më bani me u dashuru me instrumente. Psikologjia Sa rëndësi ka. Kam kështu ndoshta individuale, por ABC-ja është baza e rritjes nuk e di, jetës shkollore. Baza për mu ka kanë fat. Që kam pas atë përsërish. Ju studiuat në piano deri në matur Deri apo në matur. keni luajtur pjesë klasike pafund Beethoven, Bach, Chopin, pjesë shqiptare, Zadeja, Harapi. Pafën. Po, pikërisht ajo tastier nuk ju nda. Dhe menjëherë ju aktivitetin e shtrit në institucionet kulturore të qytetit, pothuajse në të gjitha prej tyre, në shtëpinë e kulturës, në klubin e rinisë atëhershëm, në qendrën kulturore të fëmijëve. Qysh në klubin e rinisë nuk kam pas me fjalë rreth 35 vite bëhen dikun. Bile kam kanë marrëdhënie në shkollet, ishte eksperiencë e jashtëzakonshme. Bile aty qysh në klub të rinisë mu shfaq një njeri me fjalë egot profesionale. Se shifshe individ caktum. Partitë të Vërsetës, klubi i rinisë, Heronjtë e Vigut ka qenë një shkollë, një fidenishte e mrekullueshëm i talenteve të reja, zotni Nard Bushati, respekt pafund për të, i ka mbajtur afër dhe gjithë stafi. Gjithë drejtuesit muzikor, le t'i përmendim me shumë respekt të gjithë ata, se mos harrojmë ndonjë prandaj. I përshëndesim. Qysh në klub të rinisë, ish klubi i rinisë dikur, nuk e di se sa vjet u bën atë, që kam marrë pjesë, koncerte, mbrëmje, aktivitete, nuk e di, pafund. Më ne dikun në fillimit e demokracisë u hap kjo ashtu quajtur në kinema verore, disa koncerte rinore që nuk e di. Ju si instrumentist? Si instrumentist edhe si drejtues e formacionit se skore. Atëherë mas kësaj periudhë dikun me kujtimin rreth me kujtimalin rreth 6-7 vite si instruktor zonit i korit festivalin kombëtar të fëmijëve. Nuk e di, allaja ishte një eksperiencë. Të gjitha janë shkolla, universitetën vete. Me të njerin gzim kruja rreth 12 vjet koncerte pafund, plom për plom Shqipnin, Kosovë, Maqedoni, Malzi, trevat shqiptare rreth 12 vjet. Anketa muzikore, humor, okej, shumë e njehshëm me fjalë, se kishte një popularitet të jashtëzakonshëm, gzimi. Dikon 12 vjet me Shtëpinë e Kulturës, krah për krah me Bardhin. Me Bardhyl Hysa. Me Bardhyl Hysën. E përshëndesim Bardhylin. Nuk e di, ka nga qytetare që u realizote për çdo vit, që ishte tradit, ishte Elbasani. Këto 3 vitet e fundit të aty në 12 vjetëve gjithmonë, 3 vitet e fundit të muzeumi Ahengu Shkodran. 3 edicioni dikun të festivali Gjinokastrës. Edhe gjithë këto, me fjalë, përmbledhje rreth 95% çmime, por 90% çmime të para. Shkodra flas, Çfarë ju ka mbetur ndonjë impresë e veçantë nga gjithë ky aktivitet? Ndonjë vlerësim që jeni ndjer tepër i veçantë, që ju ka mbetur si dritë e pashuar? Ja, nuk kam ndonjë sa konkrete, si më thon, por mas një realizimi në lodhje, se normal realizoj koncert me fjalë. Përpjekje, emocione, pafund. Sidomos se dy kanë kanë performanca goxha të ngarkume. Një që e organizoi Topi, Top Channel, dikun që ishte e dasma shkodrone. Goxha staff. Me regjisor. Një edhe këto
formati i Benit, Kënga Qytetare që i Ben Mozi që organizoi Buna një në Buna një agjencia agjencia e spektakleve. që realizojnë në Tiranë te amfiteatri. Ka qenë një mbrëmje e mrekullueshme. Staf me fjalë i jashtëzakonshëm, materiale pa fund, rreth 3 orë në skenë. Okej, atëherë Energji pa fund të derdhën. Finalja është ajo që më qetëson, me fjalë më relakson. Urimet nuk e di. Është vërtet një libër i madh që shkruhet për ditë. Një libër që shkruhet me dashuri, përndryshe muzika nuk do të vazhdonte. Përndryshe mbrëmjet live, megjithëse pandemia e ka stopuar. Si ka ndikur kjo? Nuk e di, nuk kam qef mu marrë me politikë, e urrejt politikën, a ke përësysh? Besoj personalisht gjithmonë, është një grip që ekziston, që i kanë vu një emën, mendimi jem, personal gjithmonë, i kanë vu një emën edhe e kanë fry ma tepër se duhet për qëllimet tyre. Kaq, s'po flasim, ma? Ja, nuk po flasim. Shpresojmë të jemi shëndoshë mirë dhe muzika të vazhdoj. Kjo është e mrekullueshme. Bani përshtypje shumë që vajza juaj ju ka rrëmbyer një prej krijimeve tuaja. Keni një familje që interesohet? Bile për djalin, përgjësi, për djalin mu padvu i matë në sote ti. Më rroj fije me të mëra në sote se e kontrollova. Unë du perfekten. Faktike sot është luft. Sot është luft. Në qovë se unë pava pik dyshimit e djalin me të thonë drejte. Kam pava detaje, jo se s'kishte dhona, por jo ata dhona që kërkosha unë. Kurse vajza ishte shumë herët për me kontrollu për atë. Nese, për këtë format nuk e di. Aty aja ka në gjuhë mësë deret, as me ledzu s'ka ditë normal, ashtu si baba i vetë. Qyshe, rrite aty mësë deret, në gjote, veç kur e kam një kongën, aq sa kishte kop, por melodia sakt. Aq sa kishte kop me fjallët. Mendoni që vajzës t'ja vazhdoni rrugën muzikore? Nuk e di, për momentin jam të aktivizu i herë me korin e festivalit, e kam balet. Do ta vazhdoj si rrugë, dhe ta shofim mbrava. Ajo që i jep përsëri energji tjetër, aktiviteti tuaj është studioja juaj. Po. Aty patjetër që realizoni këngë, orkestrime, thithni artist? Kam qysh në 90 dikun, qysh në 93-4. Me ato tastiret mini kushtet të dikurshme. Ashtu si atëherë. Kam punu me Kujti Malin goxha vite. Kujti Malin. A i kishte një mini studio. Kam punu goxha me kujtimin. Bile erdhi një moment që tu po planet me këtë të mvlasa dhe vane kam Elvinin. E përshëndesim. Tu po morbet. Na bëjmë një plan. Po punojmë, njani i dorëzon në shpi, tjetri i rrujmë për me bledi qa. Me fillu një aktivitet. Edhe u grëmullu një sasi. Se si më burë, se kemi punu se për tjerë, se s'punën për vedi, o dhe ta bajmë një bashkë, një studio. Atëherë kalova, më fjallë në format. Nese, është i studio modeste, ka shumë vite që punojmë, më fjallë, pa fund këngëtar, nuk e di, pa fund orkestrime. Sikur me logarit, ka 4-5 materiale në muj, qysh në 2000, qysh në 94-5, nuk e di. Në fakt, duke parë principet tuaja në mbështetja të melodisë, të vlerave muzikore, pak larg
komercializmit. Si shkon puna në studio me kërkesat tuaja dhe me realizimet? Sa ta këthy biznes me thonë drejtën, Merite, është këthy biznes. Jam i detyruar me përgjigj kushteve. Dikun e qoj zonin, dikun nuk e qoj zonin, si më thonë, për të mirën e... Okej, komerciali normal bën punën e vetë. Kam orkestru me fjallë në format ndryshme, nuk e di, prej të klasike deri të më ordineret. Si materiale flas, Nuk e di, kja është prodhimtari, që më thonë, përditshme. Këngëtarët më bën përshtypje shumë, sepse në Shkodër muzika gjithmonë është prioritet, ka këngëtar të rinj, por në studio vinë këngëtar të Shkodrës, këngëtar të rinj, por apo dhe... Jo, gjeografinë e kam goxha të madhe. Kam pas një bashkëpunim me dikur Feniksi, nuk e di, e keni një rreth 5 vjet. Unë kam orkestru për Fenix, po digja se kujt i dedikohet kënga. Kuptoj. Thjesht një distributor muzikor që më pas... Mi fjallë, ai ishte një biznesmen i jashtëzakonshëm. Njifte mirë biznesin e vet. Kam orkestru rreth 5 vjet, muj për muj, albume për nuk di se për ke. Interesante veç. Orkestroshe mu më nepshin vetëm detajet e sakta. Materialit, tonaliteti, BPM-ja shpejtësia, 3 strofa plus, detajet orkestroshe edhe u dorëzote. Të dhënat fizike, pastaj të dhënat melodike ishin tuajat. Atëherë, këngëtari nëse ishte prej Durrësit, e hallte zonin Durrës, edhe na pa u njoft me fjallë personalisht. Na u njifshim si emra, si më thonë, po pa u njoft personalisht. Pa u takuar asnjëherë nga afër. Kurse me Fenixin ka vite shumë që i kam punuar. Gjeografinë e kam goxha. Vinë nga qytete të ndryshme, shqiptar të diasporës. Po, për vetë faktin që këtu janë çmimet pak më lirë. Kja është arsyeja me fjallë, jo se jena na që punoj ma bukur, nuk e di, ke parasysh, po janë çmimet pak po më kur lirë. rikthehen, do të thotë që çmimi është lënë mjenan dhe është vlerësuar cilësia. Atëherë, si duket ka mund të jenë arsyeja, nuk e di. Gjithsesi, ky është një aktivitet i pasur, një aktivitet i përditshëm, i gjithanshëm, me skenën, me netët live, me kompozimet, me artistët. Më bëri përshtypje shumë Martina Serreqi që ju keni aktivizuar, këngëtar të rinj, vajza juaj e vogël, pra gjithmonë ju e keni vështrimin edhe tek elementi i ri për ta lançuar dhe për t'i dhënë rrugë frymëzimit të tyre artistik dhe prirjeve që kanë. Gjë që besoj se dhe ju vën në një motor të përditshëm për të krijuar. Ishte rasti Martins. Kjo shprehi dëshirën, kam dëshirë me marrë të lullëpora pjesë. Jam ullë, të thash mi fjallë pak më përpore që kam pas një bashkëpunim covera. Bani disa covera. Jam ullë e kam studiu mi fjallë identitetin e saj, formatin e saj. E pava që kjo ka dëshirë me evidentu me fjallë ekstremet. Ekstremet diapazonit? Diapazonit. Edhe të majtuna. Pava, m'doli një balad, shumë e vështirë, sinqerisht shumë e vështirë. Ajo e muri me shumë dëshirë, i pëlqej shumë, e shijoj shumë si aktivitet, por mi gjitha me fjallë unë e tha me bindje që i dha jetë asaj. Se 4 nota mundë me thonë që i hellë gjithkusht në partitura, ke parasysh ishtë por i dha jetë. I dha jetë, bravo i qoftë. Muzika është gjithë përfshirje dhe nëse një krijim apo një interpretim gjallë frymëzim, zjarr tek shpirti i artistit, por jo vetëm, edhe i spektatorit, ky është arritja e qëllimit. Normal. Unë besoj se me gjithë këto rrugë dhe rrugësa që çojnë dhe bashkohen në artin tënd,
por edhe në një aktivitet të përditshëm. Besoj që çdo gjë është një motor i brendshëm tek ju. Çdo ditë krahas atyre detyrimeve për të realizuar një këngë, një material muzikor, ka dhe një frymëzim tjetër, një pikë synim tjetër, një stacion tjetër. Na jena pak çuditshëm, na artistat një formë. Na jena pak çuditshëm. Unë kam një natyrë, si më thonë, një natyrë. Prej mend është bërë rutin kjo pjesa e viteve, puna studios, orkestrimet, a bërë rutin, por unë kam një natyrë që në qëse ajo kërkesë që më vjen, si më thonë, unë kanë orë kërkesa çuditshme. Kam marrë një këngë shqipnis mesme, këtë duhet më kthy greqisht komplet. Cover, duhet më kthy greqisht. Pse se duhet më kthy, okay. Jam detyruar me një këngë greke rreth një javë që më thy veshin për më u përshtat. Një laborator krijues. Okay. Kështu që kjo është një fjalë ja. Kam një natyrë që po nuk e hina më rëndësi, më fjalë unë nuk ulem me orkestru. E nisëm bisedën me krijimtarin, sepse krijimtaria është gjithmonë një material i ri që merr rrugë. Dëshiroj që të ndalem përsëri te krijimtaria në një stacion tjetër të afërt tuaj. Keni një krijim të ri që do ta lançoni në një aktivitet, apo keni mendimin që të merrni pjesë në një aktivitet me një krijim? Unë zakonisht gjonet e kam spontane. Spontane. Kështu janë artistët. Spontane. Nuk parashikoj më vjen momenti, kam unë shumë materiale që mund t'i kem të rritur në vite, krijime, që do t'i dalin dikur identiteti, normal. Por zakonisht më fjalë gjonet i kam spontane, nuk është se kam ndonjë pikë synim. Jeta përditshme vazhdon, nuk e di. Puna me studio, non-stop 12 orë aty do të bëjnë punën e vet. O krijohet, o orkestrohet, okej, nuk e di. Andi Unaza është gjithmonë me muzikën, me magjinë e tingujve, krijimeve, realizimeve, interpretimeve. Dhe në këtë mëngjes Shkodran, personalisht unë ndjeva shumë mirë sepse zbuluam diçka që në fakt ato që ju kanë ndjekur e din, por edhe vazhdojnë të hynë në jetën e përbashkët muzikore me shumë dëshirë. Ju në u bashkuat në këtë mëngjes me ecurin tuaj, por edhe me standardin e një muzikanti profesionist që gjithmonë kërkon tek vetja dhe kërkon të lançoj vlera. Kjo është më së shumti ajo që ju dallon, që ju bën që të jeni aktiv dhe që të transmetoni pikërisht ato cilësi që e bëjnë të pëlqyeshme muzikën tuaj. Normal. Thash, unë mos me thonë kam bashkëpunu me gjithë këngëtarët e Shkodrës, jo vetëm e Shkodrës, po me shumicën e këngëtarëve të Shqipërisë. Kam pas eksperjenca nga më të ndryshme. Kam lënë eksperiencë, kam marrë eksperiencë në vite. Atëherë, nuk e di, live ka kanë pika forte jam. Jo sot thome, komercial, me tastier një person vetëm individual. E kuptoj. Gjithmonë cilësia, kërkesa për cilësinë dhe për të transmetuar pikërisht atë tek ata që ju ndjekin. Është ai impuls që ju jep çdo ditë një hap tjetër në krijimtarinë tuaj. Nëse thash administrimi i nuhatjes, si thamun, administrimi i nuhatjes ka bë ky që jam sot. Nuk kam gabuar asnjëherë vetveti. Në momentet që kam hi live, kam pa mirë i herë se kush është aty, atëherë kam
Nese, kjo punë bëhet në Pikërisht, bashkëpunim. kjo është edhe kërkesa për një edukim muzikor të auditorit, ndoshta në përshtatje me hapen që duhet e hedhë dhe me muzikën që ofron. Andi, ishte shumë kënaqësi që ishim sot së bashku në këtë emision. Unë ju uroj gjithmonë sukses dhe sinqerisht dëshiroj që gjithmonë në hapat tuaj të ketë arritje të tjera, vlerësime të tjera, krijimtari të suksesshme. Unë do të eci me këtë motën. Thuhet që muzika s'ka mosh. Unë do të eci me këtë motën. Është heret me thanë. Të falenderoj edhe një herë, suksese, vetëm suksese në rrugën tuaj. E cila, natyrisht, është e lidhur me duar trokitje dhe këto duar trokitje shpresoj t'i merrni vazhdimisht nga ata që ju ndjekin, nga spektatori, nga artistët, nga ardashësit. Ju falenderoj pafund.